Në garat prestigjioze të mbajtura në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një djalosh 9 vjeçar nga fushë Kosova, Nil Kelmendi, përveç që mori pjesë atje, ai në vendlindje u kthye edhe me 3 medalje. Ky ishte një lajm i mrekullueshëm dhe bëri një bujë të madhe edhe mediatike. Neo Science Olympiad është një garë prestigjioze ndërkombëtare që mbledh nxënës të talentuar nga vende të ndryshme të botës në fushën e matematikës dhe shkencës. Andaj sot ai na ftoi që të flasim e tregoj për eksperiencën e tij atje. Përshëndetje të dashur miq, sot jam këtu me një shkollë dhe jam musafire enkase ftuar nga Nili, i cili është një djalë që na ka zbardhur fytyrën Kosovës, familjes vet, mua po edhe krejt miqve. Ai ka fituar 3 medalje në matematikë, por më tutje flasim me Nilin. Po ti shoh 3 medalje të vendosura në trup, apo më tregon çka janë këto medalje? Njëra është që jam kualifiku për në Amerikë Gold, njëra është në shkencë vendin e tretë, njëra në prej Best of the Best, dhe kjo në matematikë Best of the Best vendin e parë. Po. Do më thonë jemi të folë me një djalë i cili ka fituar shpërblime dhe në gara matematikore, apo? Po. Çfarë gara kanë qenë këto? Ka qenë Neo Science Olympiad, edhe kanë qenë lënë tjerë, për shembull fizik, për teknologji, AI me radhë të shtë. Unë po planifikoj herën tjetër me u bë në teknologji. Do me thonë, çka ka të bëjë me shkencë? Ty të kemi aty, apo? Po. Nil, duhet të flas pak për eksperiencën tënde atje në Amerikë. Me kënë ke udhëtu deri atje? Me mamin. Po. Si ka qenë? Ka qenë një aventurë shumë e mirë. Hera pare imja që isha në Amerikë, atje kena parë shumë vende të bukura. Për shembull Disney Springs, kena qenë Universal Island, Kennedy Space Center. Një aventurë që s'kemi harru asnjëherë në jetë, apo? Garat në cilin qytet janë mbajt? Janë mbajt në Floridë, Orlando. Po, Florida është një vend i ngrohtë? Po. A je la atje? Po, te hoteli ka qenë një bazan. Po. Ja të dashur fëmijë, sa bukur na shpjegon këtë aventurë që Nili ka përjetuar dhe s'do ta harroj asnjëherë. Sigur që ti ke bërë atje fotografi të shumta, apo? Po. Me të kallëzo atje që kena po të Kennedy Space Center. Çka ke pa atje? Një satelit të lëshu nalt në qiell, ka qenë një pjesë atë që na ka kallëzoj prej raketës, pse ka pas kamera. Edhe pjesa tjetër që i hekët satelitit ka u kthyer në vend aty ku lëshu. Dhe ajo satelit u konë të qujnë internet Afrikës. Wow, Nil, kjo është një eksperiencë tjetër e jotja, po? Ma mira që më përjetu. Tash nëse ti këtë pamje e shenë në ndonjë film, ti thosh po unë e kom pa këta live, apo? Po. Status board indicates that all aspects are ready, instrument unit is ready, spacecraft ready, final check of the emergency detection system, that ready light also on. First stage preparations are completed. All systems are A-OK. Keep going. Ron, ready to go to Cronkite. Stand by, rotor. Okay, you're on. All systems go. 1 minute 45 seconds and counting. The first stage liquid oxygen tank has been pressurized and the pressure is still building up. Coming up in 90 seconds, mark T-minus 90 seconds. Nil, tregoj, çka tutje? Tutje janë gora tjerë. STEM, sasma, semkë, kangurujen, kam e të tjerë German math, e të tjerë. Por,
çka është e rëndësishme sepse duhet m'ia shpjegoj dhe fëmijëve të tjerë që ndoshta nuk e din. Po më duket spediasun, që të trija ti dush me i kalu provat mirë për me mujtë me shku në garën e fundit e cila mbat në? Sa smës edhe se smës mat në Singapur, që tjerë që nuk e din është në Aziate, edhe stime ka mu mbajt në Rom, Gjerman Math ka mu mbajt në Frankfurt, edhe vitin tjetër po mendoj për Brejnë. Wow! Si po del koha me i bo kretë këto? A do shumë punil? Shumë punë edhe do të me fillu kur ti je i vogël, 2-3 vjetë. Du më nalti kjo, shumë e bukur. Do të thënë, nuk bën sot për sot me mu bo ashtu të menqër, pa punu prej moshës e vogël, apo? Po. Ti këta e ke bo gjithmonë? Gjithmonë, Bobi ma ka zbëllu talentin, se më fëlk Ka folë për gjëra? po, për matematik, më ka lëshuar video, për shembull një është Meet Math Facts, atë ku mësu frymëzimin edhe pjesëtimin. Një në Roblox u kone ku mësu mbledhjen edhe zbritjen. Do të ke qenë shumë i vogël para se me hyrë në shkollë. Por kam dëshirë pak të ndalim edhe te shkolla, te mësusja, por edhe te shokët e klasës. A ki shumë shokë dhe shoqe? Po, Të përkrajnë të gjithë? po më përkrajnë të gjithë. Të gjithë. Po mësusja? Edhe Çka kime ato për mësusje Blerina? Ajo më përkron çdo herë. Kur ti fa para se me shku në Amerikë, para pushimet dimrore, ajo më ka shtyr të ka thënë nil. Veç mos tani në atë. Nëse se dinja, lexoje 3-4 herë. Bashkëpunimi me Nilin është shumë i veçantë dhe kemi nderin që kemi nxënës të shkollës, unë si mësuese, nxënës të klasës, e cila jam shumë e privilegjuar me sukseset e tij, me arritjet e tij dhe rezultatet që ai po tregon gjatë moshës që, domethënë këtë moshë që është. Më tregonin klasën e tretë, pas e do të flasim për Nilin, çka mësonin në matematikë? Në matematikë, domethënë bazuar në kurrikulin e Kosovës, ne domethënë vazhdojmë me mbledhjen, zbritjen, shumëzimin e numrave, pjesëtimin, thyesat, përveç atyre ne ndërhyjmë edhe tek detyrat logjike, detyrat me fjalë, të cilat i çojmë edhe ato problemat, kështu që nxënësit përgatiten thuajse në çdo temë të caktuar. Krenar me Nilin? Shumë krenare, shumë përveç se unë si mësuese, ndoshta shkolla dhe vendi ynë. Shumë krenare me sukseset e Nilit. Ai solli 3 medalje në Kosovë, një fëmijë 8 vjeçar ose 9 vjeçar i klasës së tretë. Shumë medalje, cilat na bëjnë të mburremi, rezultatet e tij domethënë ai guximi për të sfiduar veten, rezultatet e tij shumë të larta na bëjnë që të gjithë fëmijët ose Nili të jetë shembull i gjithë fëmijëve që të besojnë tek vetja dhe të sfidojnë veten në gara të ndryshme. Tregoni, ndiheni ju mirë kur keni ndoshta nevojë me punu ndonjëherë ekstra orë me ndonjë nxënës si Nili? Po, sigurisht që po, sepse aty ne mundohemi të gjejmë, domethënë ato më të mirën të nxënës, ndoshta jo çdo nxënës ka atë guximin të shpreh ose atë dijen e vet shpreh brenda orës së mësimit, po mundohemi në ato hapësirat që ne krijojmë të shpalosim ato pikat kyçe që ata i ka dhe të nxjerrim më të mirën nga ata. Pra, familja, shkolla dhe mësuesja një zinxhir? Shumë, një trekëndësh i pandar, edhe ajo na ndihmon që këto rezultate bashkërisht të arrihen. Përndryshe, do të kishim pak angesi në këtë fushë. Nili neve na solli 3 dhurata të bukura nga Amerika, ndërsa unë po e ndjej si obligim që ati t'i dhuroj një libër. Dhe besoj që në udhëtimet e tua të radhës do ta lexosh këtë libër. Urdhëro, shpresoj që të pëlqen, edhe po më duket që është libër diçka me avantura brenda dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit ty për ftesën që ma ke bo dhe dëgjohemi edhe herave tjera, po? Po. Në tingujt e bukur të pianos, një instrument madhështor, sot prezantuesja e emisionit Melek Mustafa viziton triumfin. Një djalë 10 vjeçar, një pianist fantastik, i cili në këtë ditë të bukur vikendi po na mbush zemrat me muzikë.
Triumfi një kohë të gjatë ka jetuar jashtë Kosovës, por tash ai është kthyer dhe vazhdon shkollimin këtu në Kosovë. Përshëndetje të dashur shikues, mirë se vini me mua Melekun në emisionin Aventura Tona, ku sot unë gjendem në shtëpinë e Triumfit, një djalë 10 vjeçar me pasion shumë të madh për të luajtur instrumentin e pianos. Dhe unë, me shumë kënaqësi, tani do të zhvilloj një intervistë me të. Triumf, përshëndetje. Përshëndetje. Si po ndihesh tani që je në emisionin Aventura Tona? Mirë. Tani do të flasim më shumë për hobin tënd dhe ai është që ty të pëlqen më së shumti. Kur ke filluar që të luash piano? 4 vjetë. Nga mosha 4 vjeçare ti ke filluar që të luash piano dhe vazhdon ende. Po. Kush të ka inspiruar për ta luajtur këtë piano? Kush të ka ndihmuar? Kërkosh veç që kam bërë melodiat time. Pra ky është fillimi se ti ke ditur që ty të pëlqen ky instrument apo jo? Po se ma ka pëlqy instrumente pianos. Po, të ka pëlqyer shumë. Tani unë kam edhe disa pyetje për ty. Në sa orë në ditë ushtron piano dhe ku? 1 orë e 1 orë e gjys. Më duket si ti edhe në shkollën e pianos apo? Po jam. Si ushtron atje? Me mësuesit? Me mësuese besjona ti shukaj. Po, shumë mirë. Unë kam marrë vesh se ti shkon edhe në gara për instrumentin e pianos. Apo më tregon më shumë rreth tyre? Po. Që ku i kom diploma. Që kjo është një certifikat që kur ka marrë pjesë në International Piano Balkan Academy me profesore nga Italia, Giuseppe Devastato. Po. Si ndjer kur e ke marrë këtë shpërblim kaq të madhe që është shumë i rëndësishëm? Shumë e gëzuar. Je ndjer shumë i gëzuar. Po. Përveç kësaj certifikate, a ke edhe tjera? Po disa i kam. Më duket se ti shkon edhe në shtete të ndryshme. Ja, online janë ato, Po. Bona shkoj Shqipni, Macedoni që janë afër Kosovës. Në rregull. A më shumë tregu dhe më shumë për lavdatat e tjera? Po. Këto i ka marrë si diplom online i ka marrë në garat online Poloni Silver Award. Shumë Edhe këto i ka marrë garat online. Edhe kanë marrë pjesë 25 shtete. Dhe ti ke dalur që jesh fitus. A i krenar për këtë? Po jam shumë e krenar. Në rregull. Përveç pianos, ti ushtron edhe diçka tjetër, kompozimin. Po. A më shumë tregu më shumë rreth kompozimit për mua dhe shokët e shoqet? Kompozime është kur një pianist të shkruan me një coflet ose edhe me një kemek disa nota me bu një kompozim. Po. Dhe ti, kompozitor Triumfi, e merr një copë letër me një laps dhe krijon gjëra të bukura brenda asaj letre. Dhe përveç shkollës së muzikës, Triumfi do të na flas edhe për shkollën e tij fillore. Triumf, në cilën klasë je? Peston. A ke shokë dhe shoqe? Po, kam. Cila është enda juaj e preferuar? Unë mendoj se është muzika. Po. Ma mur mendja, për shkak se ty të pëlqen shumë edhe instrumenti i pianos. Si kalon me shokët dhe shoqet? Mirë kalojnë. A mbani aktivitete aty? Ka njerë bujnë aktivitete, kur është për shembull ndaj fest.
Kur ke ndonjë festë, për shembull, ndonjë program në shkolla, merr pjesë ti ato duke luajtur me piano. Pra programin 17 shkurti, ka marrë pjesë në himnin kombëtar me klasat 9-ta, one luar piano himnin e Shqipënisë. Po, si quhet shkolla juaj? European School of Kosova ose shkruhet për ISK. Shumë mirë, më vjen shumë mirë. Cilat janë ëndrat e tua për të ardhmen? Për të studiuar piano në kryeqytetin e Austrisë, Vjena. Shumë mirë, dhe mendoj se me punë dhe me përkushtim, pasion, dëshirë, ti të arritësh këtë ëndër tënde, sepse vetëm kështu arrijen ëndrat në jetën tonë. Tani do të ndalemi në një moment muzikor, miq të dashur, ku është edhe pika më e bukur e këtij emisioni. Triumf, faleminderit shumë për këtë interpretim kaq të bukur dhe emocionues. Miqtë të dashur, në këtë emision ne mësuam se duhet të kemi shumë dëshirë dhe pasion për të arritur ëndrat tona. Dhe Triumf, faleminderit edhe një herë që ndave këtë aventurë tënde kaq të bukur me neve dhe na mirëpritën në shtëpinë tënde. S'ka përse. Triumfi është duke i prit rezultatet e garave në New York dhe në Vjenë, sepse ai ka hyrë në finale. Ne i urojmë shumë suksese tutje dhe triumf, ashtu siç edhe ke emrin tënd, triumfosh në gara edhe më tutje. Motër e vlla sot në kuzhinë na sjellin një recetë të lehtë, por shumë të mirë. Ti ndjekim bashkë. Përshëndetje, unë jam Alex Marina, edhe kjo është motra e Dua. Unë jam Dua. Edhe sot kemi përgatit ushqimin të cilin ne e hajmë kur prindërit tonë janë në punë. Fillimisht kena me marrë domaten, apo kena me prej, por kena me pas kujdes kur ne e përdorim sikën, sepse më një pregishtat. Ashtë kena me fillu me bu tostin. Që me dy. Unë e përgatiti më shumë me të cupat së gjukit edhe me do sos. Unë e përgatiti me sugjër, me domate dhe me djath. Mirë pafshim.